Si mami, e di shumë mirë rëndësinë e të pasurit frikë momentin se fëmia ka temperaturë, momentin se fëmia ka dhimbje. Gjëja e parë që ne bëjmë, të gjitha prej nesh, është Calpoli. Por e dini se ka dy versione të Calpolit. Calpol me ngjyrus, për shije dhe për tërheqje më të lehtë të fëmijëve, dhe Calpol të thjeshtë. Unë vetë preferoj, sidomos në kohë të vështira që kemi kaluar me Ester këto kohë, preferoj në paracetamolin e thjeshtë, pa ngjyrus, pa ato përbërës të tjera shtesë që nuk i ka të nevojshme dhe nuk është se luajnë në një rol në uljen e temperaturës ose të dhimbjes së saj. Në fakt është paracetamoli që bën punën, jo këto shtesë. Nuk është se japin një rrezikshmëri të fëmijët, ama përdorimi shpesh i Calpolit me ngjyrus, sidomos te fëmijët që ne i përdorim për viroza, për temperaturë, nuk është aq e mirë. E rëndon fëmijën, mëlçinë e tij për t'i nxjerrë këto ngjyrus nga trupi i vet. Zgjidhja më e mençur dhe më e mirë është paracetamol pa ngjyrus, pa gjëra shtesë të panevojshme. Sepse dashuria jonë, si nëna për fëmijën tregojmë dhe në këto veprime, vendime të vogla, të leximi një etikete, të përkujdesit të tilla. Nuk ka një mami perfekte. Ne të gjitha mundohemi të bëjmë më të mirën çdo ditë për fëmijën tonë, qoftë në këto vendimet e vogla. Më thoni ju në koment, çfarë Calpoli përdorni për fëmijët dhe a i keni lexuar ndonjëherë etiketet që kanë? Urojtjeni mirë.